Ende u pa u krijuar Byroja Kombëtare e Hetimit ka sjellë përplasjet e para të 2 krerëve më të lartë që do të jenë përgjegjës për funksionimin e saj. Kreu i akuzës duke u bazuar tek drafti miratuar në qeveri, tha se krijimi i një strukture të tillë është e nevojshme, por kështu siç është miratuar mart probleme. Prokuroria e Përgjithshme vlerëson krijimin e strukturave të tilla dhe pse ka pasur rezervat e veta për mënyrën se si është paraqitur ky draft ligjor apo problematika të tjera të cilat janë konstatuar në këtë ligj. Ne ndajmë të njëjtin bindje me atë çfarë është bërë tashmë publik nga Unioni i Prokurorëve lidhur me problematikat e këtij drafti ligjor. Por në kundërpërgjigje të deklaratës së Llallës, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Haki Çako deklaroi se kjo strukturë do të japë një impuls të rihetimit dhe se do të jetë në varësi absolute të prokurorisë. Shpresojmë dhe besojmë që fal një bashkëpunimi i cili është parashikuar në mënyrë konstante në këtë draft me autoritetin absolut të prokurorisë për aspektet procedurale penale, kjo strukturë të jap rezultatet e veta. Këto deklarata, dy zyrtarët më të lartë të prokurorisë dhe policisë bën gjatë analizës vjetore të prokurorisë së krimeve të rënda, ku kreu i akuzës evidentoi edhe një herë faktin se nga ana e policisë gjatë këtij viti nuk ka patur referime për korrupsion, ndërsa Çako nga ana tjetër kërkoi më shumë bashkëpunim mes njësive të përbashkëta hetimore, të cilat sipas tij nuk kanë qenë në nivelin e duhur.